në grevës së oris, a do të thotë kjo që deputetët e opozitës duhet të përgatiten që të kalojnë fundvitin poshtë zyret së Edi Ramës? Gjithashtu keni përdorur shpesh herë dhe termin revolta, të cilat botërisht njihen si kundërshtim me dhunë e institucioneve të ligjit, apo paralajmëroni që protesta e 22 dhjetorit nuk do të jetë paqësore? Ne jemi që të jemi shumë të qartë. Forcë politike paqësore. Ne diktaturën më të dhunshme të kohërave e kemi përmbysur në mënyrë paqësore. Nuk heqim dorën nga parimet tona. Por revolta, ka revolta paqësore, të cilat kanë oscilacionet e tyre dhe grevat. Nuk thash se do hynë në grevë deputetet. Jo, por janë të gjitha opsionet të hapura. Ne, me Edi Ramën, Shqipëria po shkon drejt greminës. Po shkon, është në greminë dhe po esën drejt greminës, po gremiset në keqë. Të largohet Edi Rama, kjo është evidentën të katërant. Pa e dini, qa do thoni ju nesër në qoftë se një prokuror guxon dhe e thret kunatën e stumularit të ngjarjeve të Akshit Armand Frangut, bashkëshorët e kryeministrit? A e dini ç'mund ndodh? A e lexuat sot apo jo? Luftë, thoshte. Zëdhënës i Ramës, luftë, thoshte. Se njeri më shumë, saj nuk shpreh Ramën. Luftë, thoshte, luftë. Jo më jo, nuk bën luftë. Shqipëria do zbatoj ligjin dhe kushtetutën. Se do bëj luftë Shqipëria? Jo, keni vjedh, ja ku është ligji, shkoni tek ligji. Të gjithë në radhë, kush ka vjedh, të shkoj para ligjit.